Rrëfimi I liçenit të Dushkut. Shiko, ky është viti I dytë që Bashkia Gramsh organizon një aktivitet të tillë, është çelja e sezonit turistik. Normalisht do të ishte pak më herët, por pjesa ose periudha e fushatës dhe zgjedhjeve e shtyr pak si datë. Ashtu si thash, është viti I dytë të radhazi, do përpiqemi ta kthejmë në traditë. Çelja e sezonit, festivali Livandos dhe aktivitetet të tjera janë shtuar kalendarit të aktiviteteve artistike dhe kulturore të bashkisë. Nuk kanë qenë më parë, vinë në kuadrin jo thjesht të argëtimit të njerëzve të popullatës, por vinë më shumti edhe për promovimin e atraksioneve turistike të shumta të Gramshit, siç është edhe një prej tyre liçeni I Dushkut, që realisht është një prej atraksioneve më manice, një perle natyrës, që realisht është edhe një prej atraksioneve më të vizitueshme jo vetëm Gramsh, por edhe në gjithë Shqipërinë. Si shihet situata me turistët, ka nisur ata të vinë jo vetëm vendas por të tuaja? Po, kanë ardhur, në fakt, ndryshe nga vitet e tjera, këto 2 vitet e fundit kanë filluar që të funksionojnë dhe të jenë aktiv tur operatorët. Kryesisht tur operatorë që merren me guida të turistëve që preferojnë turizmin malor dhe turizmin e aventurës. Dhe Gramshi ofron më së miri këtë dhe ofron 365 ditë të vitit, pra ne ofrojmë një turizëm gjithvjetor. Sigurisht kemi periudhën e pikut, po themi, por nuk mungojnë gjatë gjithë vitit. Dhe për të përgjigjur pyetjes tuaj, a kanë ardhur turistë, a kanë filluar të vinë, po, madje kanë filluar shumë më herët se sa pranvera. Janë ashtu siç thash, kryesisht turistë të aventurës dhe të malit. Dhe mendojmë që do ta kalojmë numrin e turistëve vitin e kaluar, ne kemi pas më shumë se 120.000 vitin e kaluar. Nuk është një shifër e nxjerrë me indikatorë apo me matës apo me struktura të posaçme, por nga indikatorë vendas që kemi, duke bën bizneset me tur operatorët, me aty ku kemi në atraksione që kemi dhe personel të bashkisë, kemi arritur në një përfundim që numri I vizitorëve vendas dhe tuaj në të gjitha atraksionet e Gramshit për gjatë 2024-s ka qenë më shumë se 120.000. Cili është mesazhi juaj kundrejt qytetarëve të cilët dëshirojnë të vizitojnë Gramshin? Shiko, Gramshi ofron një turizëm gjithvjetor. Ka atraksione të pafundme, ofron ujvarën, ofron kanionin, ofron liçenet akumajore, ofron shpella, ofron kala të lashta. Pra në Gramsh I gjen të gjitha llojet e turizmit dhe të gjithë turistët të çfarëdo lloj natyre qofshin e gjen vetëm në Gramsh. E gjen turisti malor, e gjen turisti aventurës, e gjen turisti I trashëgimisë kulturore, turisti I kulturës. Pra ne jemi duke bërë një promovim të gjithëanshëm të Gramshit, sepse realisht jo se është qyteti ku unë jam kryetar bashkie, por është qyteti ku unë jam kryetar bashkie, por realisht Gramshi I ofron të gjitha. Dhe nga gjithë kontaktet që kemi pasur me turistë të huaj vendas, me tur operatorët, janë të kënaqur me atë çka ofron Gramshi. Ne kemi mungesë në infrastrukturë, kemi mungesë në infrastrukturë rrugore, në infrastrukturë mikpritse, pra siç janë bujtinat apo hotelet, sepse ka momente që apo aktivitete, data të ndryshme që Gramshi nuk I përballon dot turistët me akomodim. Janë shtuar numri I restoranteve, I njësive të shërbimit, por jo I njësive të akomodimit. Dhe për këtë, prandaj ne kërkojmë her pas here dhe gjithmonë mbështetjen e ministrive të ndryshme për të përmirësuar infrastrukturën rrugore, për të përmirësuar dhe infrastrukturën akomoduese.